popullin e tij nuk mendon. Ai e shfrytëzon votën e këtij populli për të marrë karriken dhe për ta shtypur ata sistematikisht. Pra, kjo protest e ditës së 41 duhet të vazhdojë me të njëjtën frymë dhe me të njëjtin qëllim dhe me të njëjtën kërkesë. Të kërkojmë dorëheqjen e tij pa negociata. Nuk mund të negociohet me një njerëz që nuk ka asnjë ndjenjë njerëzore për popullin të cilin ja ka dhënë votën, për popullin të cilin e mban 13 vjet sikur një mbret kryeministror i cili nuk merr asnjë masë njerëzore parasysh për të udhëhequr. Njeriu që ka humbur lidhjen me popullin e tij, njeriu që ka humbur lidhjen me gjithçka, qëndron në krye të kryeministrisë të Shqipërisë. Edhe mbas ditës 41, ne do të jemi këtu pa përjashtim, ne do të jemi këtu gjithmonë për të kërkuar deri në fund me paqe dorëheqjen e tij. Kam marrë thirrje që ditët e para që kryeministri mos të presi ditën e një proteste të dhunshme, mos të presi një nivel tjetër të protestës dhe unë uroj me shpirt dhe me zemër që Shqipëria mos të vijë asnjëherë në vitet e 97. Kjo nuk vjen për shkak se populli nuk guxon, por vjen qetësia dhe paqja kësaj proteste, vjen se ky popull është më i qytetëruar se politikat dhe politikanët që e kanë marrë pushtetin me luftë. Ne si qytetarë atletarë dhe si patriotë që duam Shqipërinë të paprekur, kërkojmë që kryeministri të largohet nga vendi, nga detyra e tij, sepse nuk është i denjë për të udhëhequr këtë popull. Prandaj duhet të mlidhemi këtu deri në ditën e dorëzimit të tij. Duhet jemi këtu të tregojmë, ashtu se kemi treguar botës, se ne nuk pajtohemi me korrupsionin, me vjedhjet dhe me poshtërsitë e tij personale dhe kolektive qeveritare. Faleminderit.